Kundër vendimit të gjykatës speciale për të mos lejuar ish-presidentin e Kosovës Hashim Thaçi për t'i dhënë lamturinë në fundit babait të tij, është shprehur edhe emisari special i SBA-ve për misionet posaçme, Richard Grenell. Ai ka shpërndar postimin e kryeministit Rama në rrjetin social X, i cili kritikonte ashpër gjykatën për refuzimin e kërkesës së Thaçit, teksa shkruante se ka kthyer drejtësinë ndërkombëtare në një farz. Rama shkruan se një poshtërim i ri nga tribuna i turpshëm dhe i paturpshëm, i cili e ka kthyer drejtësinë ndërkombëtare një farz, të drejtët demokratike në fjalë bosha dhe vullnetin e mirë të Parlamentit të Kosovës në bumerangun më brutal. Grenell, i cili ka shërbyer si përfaqësues i posaçëm i SBA-ve për dialogun Kosovë-Serbi, ka shprehur vazhdimisht pakënaqësinë ndaj gjykatës speciale, duke cilësuar si institucion me prirje politike që ka penguar paqen në Ballkanin Perëndimor. Më 13 marsi, presidenti Hashim Thaçi vizitoi babain e tij në Prishtinë, i cili ndodhej në spital në gjendje të rënë shëndetësore. Gjatë kohës së qëndrimit të tij kishte marrë masa të shtuara të sigurisë me forcat e Uleksit dhe të policisë së Kosovës që kishin siguruar perimetrin rreth klinikës.